Përshëndetje të nderuar teleshikues, ja ku takuam sërish në këtë edicion informativ ku në vijemi ftoj që të ndiqni informacionet e përgatitura. Protestat kundër qeverisë dhe kryeministrit Edi Rama kanë hyrë në ditën e 69 të tyre. Qytetarët vijojnë tubimet në bulevard duke kërkuar dorëheqjen e kryeministrit, të cilën e cilësojnë të panegociueshme, si dhe hetimin e tij nga SPAK. Protesta kundër qeverisë ka hyrë në ditën e 69, ndërsa qytetarët vijojnë të mblidhen çdo mbrëmje në bulevard duke kërkuar largimin e kryeministrit Edi Rama. Pjesëmarrësit në protestë shprehen të vendosur se nuk do të tërhiqen nga kërkesa për dorëheqjen e kryeministrit, të cilën e konsiderojnë të panegociueshme. Përveç largimit të kreut të qeverisë, protestuesit kërkojnë edhe nisjen e një hetimi nga SPAK për Edi Ramën, duke akuzuar qeverinë për korrupsion dhe keqeverisje. Në tubimin e radhës pritet të ketë sërish marshim në bulevard dhe thirrje kundër qeverisë, ndër sloganet e protestuesve janë kërkesat për dorëheqjen e kryeministrit dhe ndryshimin e situatës politike në vend. Organizatorët kanë paralajmëruar për shkallëzim të aksionit qytetar, përfshirje dhe bllokime rrugësh nëse kërkesat e tyre nuk merren në konsiderat. Protestat, sipas organizatorëve, do të vijojnë edhe në ditët në vazhdim me të njëjtën kërkesë, largimin e kryeministrit Edi Rama dhe hetimin e tij nga SPAK. Deputeti demokrat Igli Cara ka ngritur shqetësimin për 2800 ton mbetje toksike që ndodhen prej 2 vitesh në territorin e bashkisë Durrës. Sipas tij, mbetjet janë depozituar pranë një subjekti privat në zonën e Shëmbllashit, pranë banesave të reja për të prekurit nga tërmeti, ndërsa kërkon përgjigje nga Bashkia dhe Ministria e Mjedisit. 2800 ton mbetje toksike që prej 2 vitesh ndodhen në territorin e bashkisë Durrës janë kthyer në objekt të një denoncimi nga deputeti demokrat Igli Cara. Përmes një deklarate për media, Cara ngriti shqetësimin për depozitimin e tyre pranë një biznesi privat në zonën e Shëmbllashit, duke theksuar se kjo zonë ndodhet pranë një kompleksi banimi ku janë strehuar familje të prekura nga tërmeti. Sipas deputetit demokrat, mbetjet kanë qëndruar për një kohë të gjatë në territorin e bashkisë, ndërsa prej fundit të muajit mars janë zhvendosur në këtë subjekt privat. Cara i është drejtuar me pyetje kryetares së Bashkisë Durrës, Emiriana Sako, dhe Ministrisë së Mjedisit, duke kërkuar shpjegime mbi mënyrën e menaxhimit të këtyre mbetjeve dhe masat e marra për shmangjen e rrezikut për komunitetin. Për disa muajsh në fakt kam ngritur shqetësimin lidhur me situatën e 102 kondenjerëve që përmbajnë rreth 2800 ton mbetje të klasifikuara si të rrezikshme dhe toksike. Pra mbi 630 ditë që këto kontenjerë janë këtu, në periferi të Durrës. Për turpin e kësaj qeverie, institucionet dhe laboratorët brenda territorit të Shqipërisë rezultuan se nuk dispononin infrastrukturën dhe pajisjet e nevojshme për marrjen dhe analizimin e mostrave. Megjithatë, analizat u bën në Itali. Tani më kemi një rezultat konkret. Materiali u klasifikua si mbetje e rrezikshme. Të bëj një pyetje direkte për kryetarin, disa pyetje për kryetarin e Bashkisë së Durrësit. A është problem për të personalisht prania 2800 ton mbetje të rrezikshme pikërisht në Durrës? Pyetja e dytë është kush është më e rëndësishme për të? Shëndeti, jeta e qytetarëve të Durrësit apo rehatia e Ramës? Dhe e treta, a nuk duhet të bënte edhe ajo presion që e jepet nga e drejta si përfaqësuese e pushtetit lokal mbi Ramën dhe qeverinë? Çështja e mbetjeve toksike vijon të mbetet një shqetësim për banorët e zonës, ndërsa pritet një reagim nga institucionet përgjegjëse për trajtimin dhe monitorimin e tyre. Temperaturat që priten të arrijnë deri në 39 gradë Celsius kanë rritur rrezikun për përhapjen e zjarreve në vend. Instituti i Gjeoshkencave paralajmëron për situatë të rrezikshme këtë fundjavë, ndërsa disa vatra aktive vijojnë në Fier, Tiranë, Elbasan dhe Berat. Shqipëria vijon të përballet me vatra të shumta zjarri, ndërsa kushtet e motit pritet të përkeqësojnë situatën gjatë fundjavës. Sipas buletinit të rreziqeve të publikuar nga institucioni i Gjeoshkencave, 8 qarqe të vendit paraqesin rrezik të lartë për zjarre, kryesisht në ulësirën perëndimore.
Në listën e zonave me rrezik të shtuar janë Lezhë, Durrësi, Tirana, Elbasani, Fieri, Berati, Gjirokastra dhe Vlora. Situata më problematike vijon në qarkun e Fierit, ku zjarri prej disa ditësh ka përfshirë zona të Mallakastrës. Në fshatrat Riban, Graçan dhe Panahor, flakët kanë përfshirë rreth 180 hektar sipërfaqe, ndërsa vatra më kritike mbetet ajo në Panahor. Përshuarjen e zjarrit po ndërhyet edhe nga ajri me helikopter, ndërsa në terren janë angazhuar 10 forca zjarfikse dhe të forcave të armatosura. Në Tiranë vijojnë ndërhyrjet për shuarjen e zjarrit në masivin pyjor të Dajtit në zonat e Priskës dhe Cikalleshit. Autoritetet bëjnë me dije se flakët nuk paraqesin rrezik për banesat. Vatra aktive raportohen edhe në qarkun e Elbasanit, ku zjarret në fshatin Shqiponj, malin e Dardhës dhe Mjekës janë në kontroll ose të izoluara pa rrezikuar komunitetin. Ndërkohë në Berat është reaktivizuar zjarri në fshatin Kostren 2, ku ekipet zjarfikse vijojnë punën për neutralizimin e flakëve. Për menaxhimin e situatës në të gjithë vendin janë angazhuar 54 mjete zjarfikse mbi 500 forca operacionale, 110 efektiv të forcave të armatosura, 3 helikopter dhe avioni Air Tractor i forcës ajrore. Autoritetet u bëjnë thirrje qytetarëve të tregojnë kujdes maksimal veçanërisht gjatë fundjavës për shkak të temperaturave të larta dhe rrezikut të shtuar për përhapjen e zjarreve. Policia e shtetit ka finalizuar 2 faza të tjera të operacionit ndërkombëtar The Wanted. Në Shqipëri janë ekstraduar një shtetas kolumbian i akuzuar për trafik droge në kuadër të grupit të strukturuar kriminal dhe një shqiptar i kërkuar për tentativë vrasje me armë zjarri. 2 persona të shpallur në kërkim ndërkombëtar janë ekstraduar në Shqipëri pas bashkëpunimit të Interpol Tiranës me homologët në Kolumbi dhe Itali. Në kuadër të operacionit të koduar The Wanted nga Kolumbia është ekstraduar shtetasi kolumbian me iniciale SRR 53 vjeç, ndaj të cilit gjykata e posaçme ka caktuar masën e sigurisë arrest në burg për trafikim të lëndëve narkotike në kuadër të grupit të strukturuar kriminal. Sipas hetimeve, 53 vjeçari dyshohet se ka shoqëruar një ngarkesë me lëndë narkotike të fshehur në një kontenjer me ple organik që u nis nga porti i Buenaventurës në Kolumbi, kaloi përmes portit të Pireut në Greqi dhe kishte destinacion Malin e Zi, me marrës final një shtetas shqiptar. Ndërkohë nga Italia është ekstraduar shtetasi shqiptar me iniciale FT, 38 vjeç, lindur në Bulqiz, i kërkuar për disa vepra penale. Ai akuzohet se në vitin 2024 në aksi rrugor Bulqiz-Tiranë ka tentuar të vrasë me armë zjarri një person pas një konflikti për motive të dobta. Për këtë ngjarje ndaj tij është caktuar masa e sigurisë arrest në burg për veprat penale, vrasje me dashje, e mbetur në tentativë dhe mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve. Gjithashtu 38 vjeçari rezulton i akuzuar edhe për goditje për shkak të detyrës, si edhe është dënuar më herët për mosbindje ndaj urdhrit të punonësit të policisë. Policia e shtetit bën me dije se operacioni The Wanted do të vijojë në bashkëpunim me partnerët ndërkombëtar me qëllim lokalizimin dhe ekstradimin e personave të tjerë të kërkuar nga drejtësia shqiptare. Policia e Vlorës ka zbardhur brenda 48 orësh djegjen e një apartamenti në lagjen Lev Sallata, e cila fillimisht u dyshua si një ngjarje aksidentale. Në pranga ka rënë një 33 vjeçar i dyshuar se i vuri zjarrin banesës për motive konkurrence. Një ngjarje e dyshuar si zjarrvënie e qëllimshme është zbardhur nga policia e Vlorës pas djegjes së një apartamenti në lagjen Lev Sallata. Ngjarja ndodhi në orët e para të mëngjesit të 4 gushtit rreth orës 2:40, ndërsa në banesë ndodheshin 2 persona, vëlla e motor. Nga zjarri pati vetëm dëme të konsiderueshme materiale në apartament. Pas hetimeve të kryera në drejtimin e prokurorisë, specialistët për hetimin e krimeve identifikuan dhe arrestuan autorin e dyshuar, shtetasin me iniciale BH 33 vjeç. Sipas hetimeve paraprake dyshohet se 33 vjeçari ka vënë zjarrin derës së apartamentit për motive konkurrence, pasi pronarët e banesës ushtronin të njëjtën veprimtari ekonomike si ai, ato të dhënies së apartamenteve me qira në zonën e Vlorës. Materialet procedurale janë referuar prokurorisë së Vlorës për veprën penale shkatrimi i pronës me zjarr, ndërsa hetimet vijojnë për dokumentimin e plotë të rrethanave të ngjarjes. Një 69 vjeçar ka humbur jetën mbrëmjen e së mërkurës në Roskovec pasi u bë dëshmitar i një konflikti mes 2 familjeve fqinje. Policia dyshon për arrest kardiak, ndërsa një shenjë në trupin e viktimës pritet të sqarohet nga ekspertiza mjekoligjore.
Një konflikt mes dy familjeve fshinje për një grumbull drush ka përfunduar në tragjedi në lagjen Vrapi të Roskovecit, ku humbi jetën 69 vjeçari Baftiar Vrapi. Ngjarja ndodhi rreth orës 20 ku mes familjeve Vrapi dhe Hoxhaj nisi një debat, ndërsa në konflikt u përfshi edhe djali i viktimës me një prej banorëve të familjes fqinj. Sipas informacionit paraprak të policisë, 69 vjeçari nuk ka qenë pjesë e konfliktit, por ka qenë i pranishëm në momentin kur ka ndodhur përplasja mes palëve. Ai është dërguar pa shenja jete në qendrën shëndetësore të Roskovecit, ku mjekët kanë konstatuar vdekjen. Nga veprimet e para hetimore dyshohet se shkak i vdekjes ka qenë një arrest kardiak, si pasojë situatës së krijuar nga konflikti. Ndërkohë burime nga qendra shëndetësore e Roskovecit bëjnë me dije se 69 vjeçari ka mbërritur pa shenja jete dhe me një shenjë mbi vetull. Ende nuk është përcaktuar nëse kjo shenjë është shkaktuar nga një goditje apo nga rrëzimi në tokë, ndërsa përgjigjja pritet të jepet nga ekspertiza mjekoligjore. Trupi i të ndjerit është dërguar në morgun e Fierit për të nënshtruar ekzaminimit mjekoligjor. Pas ngjarjes, grupi hetimor në drejtimin e prokurorisë ka marrë në pyetje personat e përfshirë në konflikt për të zbardhur dinamikën e plotë të ngjarjes. Ndërkohë, forca të shumta policie kanë vijuar monitorimin e situatës në Roskovec me qëllim parandalimin e përshkallëzimit të mëtejshëm të konfliktit mes dy familjeve. Një aksident i rënd rrugor është regjistruar në aksin Fier-Shegan pranë kryqëzimit të fshatit Toshkës. Përplasja mes një automjeti dhe një furgoni ka lënë të plagosur rënd një person, i cili ndodhet në spitalin e Lushnjës. Një përplasje e fortë mes një automjeti tip Benz dhe një furgoni ka shkaktuar një aksident të rënd në aksin nacional Fier-Shegan në afërsi të kryqëzimit të fshatit Toshkës. Si pasojë e përplasjes, një person ka mbetur i plagosur rënd dhe është transportuar me urgjencë drejt spitalit të Lushnjës, ku ndodhet në kujdesin e mjekëve. Pas goditjes, furgoni ka dalë nga rruga dhe ka përfunduar në kanal, ndërsa në vendngjarje kanë bërritur shërbimet e policisë rrugore për të kryer veprimet hetimore dhe për të normalizuar qarkullimin. Aksi Fier-Shegan është një segment me fluks të lartë lëvizjesh, veçanërisht gjatë sezonit veror, ndërsa rritja e qarkullimit për shkak të kthimit të emigrantëve ka shtuar edhe rrezikun për aksidente. Autoritetet po vijojnë hetimet për të përcaktuar shkaqet dhe rrethanat e përplasjes. Një zjarr i rënë në orët e para të mëngjesit pranë shkollës Kushtrimi i Lirisë në Durrës ka shkaktuar dëme materiale, pasi flakët përfshin kazanët e mbeturinave dhe 3 automjete të parkuara pranë tyre. Një zjarr ka përfshirë zonën pranë shkollës Kushtrimi i Lirisë në Durrës, duke shkaktuar dëme në disa automjete të parkuara. Sipas të dhënave paraprake, flakët kanë nisur fillimisht te kazanët e mbetjeve dhe më pas janë përhapur drejt 3 automjeteve që ndodheshin pranë tyre. Njëri prej mjeteve ka pësuar dëmtime të konsiderueshme materiale, ndërsa ndërhyrja e shpejtë e forcave zjarfikse bëri të mundur neutralizimin e flakëve dhe parandalimin e përhapjes së mëtejshme të zjarrit. Në vendngjarje ka mbërritur grupi hetimor, i cili ka nisur verifikimet për të përcaktuar shkaqet e rënies së zjarrit dhe nëse bëhet fjalë për një ngjarje aksidentale apo të qëllimshme. Atmosferë festive në Kavaj, ku qindra qytetarë, emigrantë dhe turistë u mblodhën në rrugën e re dekorative që lidh qendrën e qytetit me shtëpinë muze. Koncerti Kavaja Summer Night, organizuar nga Bashkia Kavaj, solli muzikë, panair artizanati dhe produkte tradicionale, duke kthyer qendrën e qytetit në një hapësirë feste. Kavaja është përfshirë nga atmosfera festive në një mbrëmje që mblodhi qindra qytetarë në një prej hapësirave të reja të qytetit. Në rrugën e re dekorative, konceptuar me mozaik gurësh që lidh qendrën e Kavajës me shtëpinë muze të qytetit, u zhvillua aktiviteti Kavaja Summer Night, i organizuar nga Bashkia Kavaj. Muzika ishte vetëm një prej elementeve të mbrëmjes. Përgjatë rrugës u ngritet edhe panairi i artizanatit lokal dhe produkteve tradicionale të zonës, duke i dhënë aktivitetit një karakter jo vetëm argëtues, por edhe kulturore promovues për traditat e Kavajës. Të shumtë ishin emigrantët që kanë zgjedhur të rikthehen në vendlindje për pushimet e verës, të cilët ju bashkuan festës dhe shprehën kënaqësinë për aktivitetin. Performancat e këngëtarëve shqiptar vijuan për orë me radhë, duke ndezur atmosferën dhe duke mbajtur qytetarët të pranishëm gjatë gjithë mbrëmjes. Në aktivitet ishte i pranishëm edhe kryetari i Bashkisë Kavaj, zoti Fisnik Qosja, i cili falenderoi qytetarët për pjesëmarrjen dhe tha se aktivitete të tilla do të vijojnë përgjatë gjithë sezonit veror. Qosja theksoi se synimi është që përmes aktiviteteve kulturore dhe artistike, Kavaja të bëhet edhe më tërheqëse për qytetarët, turistët dhe emigrantët që rikthehen gjatë verës.
Sipas tij, Bregdeti dhe zona turistike e Kavajës janë një pasuri që kërkon vëmendje dhe përkushtim maksimal nga pushteti vendor në funksion të qytetarëve dhe zhvillimit turistik të qytetit. Mbrëmja vijoi për orë të tëra me muzikë dhe argëtim, ndërsa organizatorët kanë paralajmëruar surpriza edhe për ditët në vijim. Kështu Kavaja e ka nisur sezonin e aktiviteteve verore, duke ndërthurur muzikën, traditën dhe promovimin e produkteve lokale në një përpjekje për ta kthyer qytetin në një destinacion gjithnjë më tërheqës gjatë sezonit turistik. Një aksident i rënd rrugor në Serres të Greqisë i ka marrë jetën një 43 vjeçare shqiptare dhe djalit të saj 21 vjeçar. Makina me të cilën udhtonin u përplas ballë për ballë me një kamion, ndërsa momenti i aksidentit është regjistruar nga kamera e mjetit të rënd. Një nën dhe djali i saj shqiptar kanë humbur jetën në një aksident tragjik të ndodhur mëngjesin e së premtes në rrugën provinciale Amfipolis Drama pranë Paleokomit në Serres të Greqisë. Përplasja fatale ndodhi rreth orës 7:30 kur automjeti me të cilin udhtonin dy shqiptarët u përplas kok më kok me një kamion. Sipas të dhënave paraprake, makinën e drejtonte 21 vjeçari, ndërsa nëna e tij, 43 vjeçare, ndodhe në sediljen e pasagjerit. Për shkak të forcës së madhe të përplasjes, të dy kanë humbur jetën në vendngjarje. Mësohet se viktimat ishin banor të përhershëm të zonës Paleokomi dhe në momentin e aksidentit po shkonin drejt vendit të punës. Edhe drejtuesi 56 vjeçar i kamionit ka mbetur i plagosur dhe është transportuar në spitalin e Dramës, por ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Policia greke ka nisur hetimet për zbardhjen e shkaqeve të aksidentit, ndërsa një element i rëndësishëm i hetimit është edhe pamja regjistruar nga kamera e kamionit e cila ka fiksuar momentin e përplasjes. Në vendngjarje ndërhyen forcat e policisë, zjarrfikësit dhe ekipet e urgjencës mjekësore, ndërsa aksidenti shkaktoi bllokime të përkohshme të qarkullimit në këtë segment rrugor. Vijoj me informacione nga Kosova. Nuk ka ende marrëveshje mes lëvizjes vetëvendosje dhe lidhjes demokratike të Kosovës për zgjedhjen e presidentit të ardhshëm. Pas takimit me Lumir Abdigjiku, Albin Kurti deklaroi se palët kanë qëndrime të ndryshme dhe paralajmëroi se pa një marrëveshje për presidentin, Kosova rrezikon një tjetër krizë politike dhe zgjedhje të parakohshme. Nuk ka ende një marrëveshje politike mes lëvizjes vetëvendosje dhe lëvizjes demokratike të Kosovës për zgjedhjen e presidentit të ardhshëm të Kosovës. Pas takimit me kreun e LDK-s, Lumir Abdigjiku, kryeministri në detyrë dhe lideri i LVV-s, Albin Kurti, e cilësoi bisedën të hapur dhe të sinqertë, por tha se palët vijojnë të kenë dallim të rëndësishëm për mënyrën e zgjidhjes së ngërçit politik. Kurti theksoi se një marrëveshje për presidentin është e domosdoshme për të garantuar shëndrueshmërinë e institucioneve dhe për të shmangur një tjetër proces zgjedhor. Jam i bindur se për shëndrueshmëri përpara që nuk kupton edhe shmangjen e zgjedhjeve të reja e të panevojshme, sipas tij një skenar ku fillimisht konstituohet kuvendi dhe formohet qeveria, por më pas vendi përballet sërish me pamundësinë për të zgjedhur presidentin, do të rikthehet krizë politike. Pa një dakordsi për këtë çështje, vendi rrezikon të shkojë drejt shpërndarjes së kuvendit dhe zgjedhjeve të reja, tha kryeministri në detyrë. Kurti u ndalet edhe te kërkesat e LDK-s lidhur me postin e presidentit, duke vlerësuar se ato nuk janë në përputhje me rezultatin e zgjedhjeve të fundit. Bindja ime është se ka një dallim drastik mes rezultatit zgjedhor dhe kërkesave të LDK-s. Rezultati zgjedhor është vullneti i popullit dhe ne nuk mund të bëjmë një marrëveshje që do ta deformonte atë rezultat, u shpreh ai. Kurti bëri të ditur se për momentin nuk ekziston një marrëveshje politike mes dy forcave, ndërsa qëndrimet për disa çështje kryesore vijojnë të jenë të ndryshme. Negociatat mes partive politike zhvillohen në një kohë kur Kosova përballet me presionin për konstituimin e institucioneve të reja dhe shmangjen e një tjetër cikli zgjedhor pas krizave të përsëritura politike. Vijoj me informacione nga bota. Tensionet në lindjen e mesme vijojnë të rriten. Arabia Saudite akuzon rebelët Houthi në Yemen se po përpiqen të pengojnë përpjekjet e ndërmjetësimit mes Washingtonit dhe Teheranit, ndërsa paralajmëron për sulme të mundshme ndaj objekteve strategjike. Arabia Saudite ka ngritur shqetësime se lëvizja Ansar Allah, e njohur si Houthi, po përpiqet të minojë përpjekjet diplomatike për uljen e tensioneve mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit.
Sipas burimeve të cituara nga Reuters, Riyadhi vlerëson se procesi i ndërmjetësimit ka shënuar për parim dhe se bisedimet po ecin në drejtimin e duhur, por aktivitetet e grupeve të armatosura të mbështetura nga Teherani mund të rrezikojnë këto përpjekje. Autoritetet saudite pretendojnë se kanë zbuluar përgatitje për sulme të mundshme nga Houthi dhe grupe të armatosura irakiane ndaj objektivave të rëndësishme, përfshirë infrastrukturën energjetike, portet dhe aeroportet. Edhe shërbimet amerikane të inteligjencës kanë paralajmëruar Riyadhin për kërcënime të mundshme ndaj objektivave saudite, ndërsa informacioni është konfirmuar edhe nga agjenci të tjera të sigurisë në rajon. Tensionet u shtuan pasi rebelët Jemenas njoftuan kufizime ndaj lundrimit detar të lidhur me Arabinë Saudite dhe më pas sulmuan disa njet cisterna nafte saudite. Në përgjigje, Arabia Saudite dhe disa vende të tjera kanë krijuar një koalicion detar për garantimin e lirisë së lundrimit në detin e Kuq dhe ngushticën Bab el Mandeb. Në fund të korrikut, Ministria Saudite e Mbrojtjes deklaroi gjithashtu se kishte neutralizuar disa dronë të nisur drejt objekteve të naftës së vendit nga territori i Irakut, duke fajsuar për sulmet grupe të armatosura të mbështetura nga Irani. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky do të zhvillojë të shtunën një vizitë zyrtare në Serbi e para që nga nisja e luftës në Ukrainë. Takimi me Aleksandr Vučić vjen në një kohë kur Beogradi përpiqet të ruajë balancat mes marrëdhënieve me Rusinë dhe afrimin me Perëndimin. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky do të vizitojë për herë të parë Serbinë që nga fillimi i pushtimit rus në Ukrainë. Lajmi është bërë i ditur nga zyra e presidentit serb Aleksandr Vučić, e cila njoftoi se Zelensky do të zhvillojë një vizitë zyrtare në Beograd më 8 gusht. Takimi zhvillohet në një periudhë tensionesh të larta pas intensifikimit të sulmeve ukrainase ndaj objektivave strategjike në territorin rus, përfshirë zona pranë Moskës. Vizita e Zelenskit ishte diskutuar prej kohësh dhe shënon kontaktin e parë të drejtpërdrejtë të presidentit Ukrainas me udhëheqjen serbe që prej nisjes së luftës në shkallë të plotë. Marrëdhëniet mes Beogradit dhe Kievit janë zhvilluar gradualisht, ndërsa Vučić në korrik mori pjesë në samitin Ukrainë-Evropë Juglindore në Kiev, së bashku me lider të tjerë të rajonit. Pas samitit, presidenti serb deklaroi se nuk ishte plotësisht i kënaqur me nivelin e ndihmës që Serbia i ka ofruar Ukrainës, por refuzoi të firmoste deklaratën e përbashkët që kërkonte mbështetje të vazhdueshme politike, ushtarake dhe financiare për Kievin, si dhe rritje të presionit ndaj Rusisë. Vizita e Zelenskit pritet të shihet si një sinjal i afrimit të Beogradit me Ukrainën, por edhe si një lëvizje delikate diplomatike përballë marrëdhënieve tradicionale të Serbisë me Moskën. Presidenti amerikan Donald Trump ka ndërmarrë një tjetër nismë për ndryshimin e rregullave të shtetësisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. 2 urdhra ekzekutiv synojnë kufizimin e përfitimit automatik të shtetësisë për disa kategori fëmijësh të lindur në territorin amerikan dhe goditjen e turizmit të lindjeve. Presidenti amerikan Donald Trump ka firmosur 2 urdhra të rinj ekzekutiv që synojnë ndryshimin e rregullave për shtetësinë amerikane dhe kufizimin e emigracionit. Njëri prej urdhrave parashikon zgjerimin e kategorive të personave jo shtetas, fëmijët e të cilëve nuk do të përfitojnë automatikisht shtetësinë amerikane edhe nëse lindin në territorin e SBA-s. Sipas administratës Trump, kjo masë do të zbatohej në raste të caktuara, kur njëri prej prindërve është i lidhur me një organizatë terroriste të huaj, përfaqëson një qeveri të huaj, ka tentuar të përfitojë shtetësi përmes mashtrimit ose ndodhet në zona ku ligji federal nuk garanton këtë të drejtë. Urdhri i dytë synon të kufizojë të ashtëquajturin turizëm të lindjeve, ku gratë shtatzana udhëtojnë drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës me qëllim që fëmijët e tyre të marrin automatikisht shtetësinë amerikane. Kjo duhet të kishte ndodhur vite më parë, por ne po kujdesemi për të tani, deklaroi Trump duke kritikuar vendimin e gjykatës së lartë që më herët të bllokoi përpjekjen e tij për t'i dhënë fund shtetësisë me të drejtë lindjeje. Administrata amerikane argumenton se kjo praktikë shfrytëzon sistemin e emigracionit, ndërsa zyrtarët e shtëpisë së bardhë kanë ngritur shqetësime se ajo mund të përdoret edhe nga shtetas të vendeve si Rusia dhe Kina për të krijuar lidhje të përhershme me SBA-n. Megjithatë, të dhënat e Institutit të Politikanëve të Migracionit tregojnë shifra më të ulta se pretendimet e administratës. Sipas vlerësimeve, numri i foshnjeve të lindura në SBA nga turizmi i lindjeve varion nga rreth 22.000 deri në 26.000 raste në vit. Nisma e re pritet të përballet sërish me betejë ligjore, pasi shtetësia amerikane me lindje mbrohet nga amandamenti 14 i Kushtetutës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe një përpjekje e mëparshme e administratës Trump u rrëzua nga gjykata e lartë.
Transporti detar në ngushticën e Hormuzit do të vijojë pa tarifa shtesë deri në arritjen e një marrëveshjeje përfundimtare mes palëve. Sipas Associated Press, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kërkojnë që kalimi në këtë korridor strategjik të mbetet i lirë nga detyrimet financiare. Kalimi i anijeve në ngushticën e Hormuzit do të vijojë pa tarifa deri në arritjen e një marrëveshjeje përfundimtare me Iranin. Lajmi është bërë i ditur nga agjencia Associated Press, e cila citon zyrtar amerikan, sipas të cilëve marrëveshja aktuale mes Iranit dhe Omanit parashikon funksionimin e përkohshëm të korridoreve detare pa pagesa shtesë. Sipas burimeve të cituara, korridoret veriore dhe jugore të Hormuzit do të vazhdojnë të përdoren në fazën fillestare, ndërsa në një fazë të dytë pritet që trafiku detar të përshëndrohet në korridorin qendror. Hyrja e anijeve do të mbetet nën kontrollin iranian, ndërsa dalja do të menaxhohet nga Irani dhe Omani së bashku. Diplomatët amerikan kanë bërë të ditur se Washingtoni kundërshton vendosjen e tarifave për kalimin në këtë rrugë strategjike dhe kërkon që marrëveshja përfundimtare të garantojë lundrim të lirë pa pengesa financiare. Ngushtica e Hormuzit mbetet një nga korridoret më të rëndësishme energjetike në botë, pasi përmes saj kalon një pjesë e konsiderueshme e tregtisë globale të naftës e gazit natyror të lëngshëm. Islanda dhe Mali i Zi mund të bëhen pjesë e Bashkimit Evropian në të njëjtën kohë në vitin 2028, nëse Reykjavik u rifillon negociatat e antarësimit pas referendumit të pritshëm në gusht. Sipas Politico, procesi i Islandës mund të përshpejtohet për shkak të përputhjes së saj me standardet evropiane. Islanda dhe Mali i Zi mund të përfundojnë së bashku procesin e antarësimit në Bashkimin Evropian në vitin 2028. Skenari është raportuar nga Politico, sipas të cilës rikthimi i Islandës në tryezën e negociatave varet nga rezultati i referendumit që pritet të mbahet më 29 gusht. Komisionerja Evropiane për zgjerimin, Marta Kos, e ka cilësuar Islandën një rast të veçantë për shkak të pjesëmarrjes së saj në zonën ekonomike evropiane dhe në zonën Schengen. Sipas saj, nëse qytetarët islandezë votojnë pro rifillimit të procesit, negociatat mund të zgjasin vetëm 1 deri në 2 vite, duke e vendosur vendin në të njëjtin ritëm me Malin e Zi, i cili synon antarësimin deri në vitin 2028. Podgorica ka mirëpritur mundësinë e një antarësimi të përbashkët me Islandën, ndërsa autoritetet islandeze kanë vlerësuar se një skenar i tillë është i mundur në varësi të progresit në negociata. Islanda, me rreth 400.000 banor, do të bëhej vendi me popullsinë më të vogël në Bashkimin Evropian, ndërsa Mali i Zi do të ishte ndër vendet me ekonominë më të vogël të bllokut. Një antarësim i përbashkët nuk do të ishte precedent i ri për Bashkimin Evropian. Në të kaluarën, vende si Spanja dhe Portugalia, si dhe Bullgaria me Rumaninë, janë pranuar në të njëjtën valë zgjerimi. Detajet të reja janë zbardhur nga sulmi me armë në një shkollë në periferi të Bangkogut, ku një 14 vjeçar vrau disa persona dhe më pas i dha fund jetës. Autoritetet dyshojnë se ai kishte vrarë më parë edhe gjyshrit e tij. Një ngjarje e rëndë ka tronditur Tajlandën pas sulmit me armë në një shkollë në periferi të Bangkogut, ku humbën jetën disa persona. Sipas autoriteteve, nxënësi 14 vjeçar i cili më pas vrau veten dyshohet se kishte qelluar fillimisht gjyshrit e tij në banesën ku jetonin së bashku. Ministri i Shëndetësisë Publike bëri të ditur se 2 të moshuarit u gjetën të pajetë në shtëpi, ndërsa hetuesit dyshojnë se arma e përdorur, një pistolet 9 mm, i përkiste gjyshrit të miturit, i cili ishte mësues. Fillimisht autoritetet raportuan për 6 viktima në ambientet e shkollës, por më pas numri u korrigjua në 4 persona, të gjithë mësues. Njeriu humbi jetën pasi qelloi veten dhe u gjet pa shenja jete gjatë transportit për në spital. Hetuesit kanë gjetur prova se 14 vjeçari ishte i apasionuar pas videolojrave, ndërsa një mësues i shkollës deklaroi se ai njihej si një nxënës i qetë me rezultate të mira dhe pa shenja të mëparshme agresiviteti. Autoritetet tajlandeze vijojnë hetimet për të zbardhur motivin e sulmit dhe rrethanat që truan në këtë tragjedi. Të nderuar teleshikues, ne vijmë juftoj që të ndiqni parashikimin e motit për ditën e nesërme. Territori shqiptar për datën 8 gusht 2026 do të karakterizohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme me dominim të kthjellimeve dhe intervale të gjata me diell në pjesën më të madhe të vendit. Në reliefet malore gjatë orëve të pasdites priten vranësira të lehta kalimtare, por pa rreshje domethënëse. Paraditja do të jetë kryesisht me diell në të gjithë territorin, ndërsa në zonat e izoluara do të ketë vranësira të pakta kalimtare. Pasditja vijon me mot të nxehtë dhe të qëndrueshëm. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 18 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 39 gradë Celsius.
Gjatë ditës priten rreth 11 deri në 12 orë me diell. Era do të fryej lehtë nga drejtimi veri-perëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metra për sekond. Deti do të ketë dallëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë shumë i lartë rreth 8 deri në 9. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5:42 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 19:47 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 23 deri në 39 gradë Celsius. Kukës, 20 deri në 35 gradë. Peshkopi, 19 deri në 33 gradë Celsius. Tiranë, 24 deri në 38 gradë Celsius. Durrës, 26 deri në 35 gradë. Kavaj, 25 deri në 35 gradë Celsius. Elbasan, 24 deri në 38 gradë Celsius. Berat, 24 deri në 39 gradë. Korçë, 18 deri në 30 gradë Celsius. Vlorë, 26 deri në 34 gradë. Gjirokastër, 20 deri në 31 gradë. Sarand, 26 deri në 34 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 8 gusht 2026 do të karakterizohet nga mod kryesisht i qëndrueshëm me kthjellime dhe intervale të gjata me diell. Gjatë orëve të pasdites mund të ketë shtim të lehtë të vranësirave në disa zona, por pa kushte përreshje. Paraditja do të ketë mod kryesisht të kthjellët, ndërsa pasditja vijon me mod të ngrohtë dhe alternime të pakta vranësirash. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 18 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 38 gradë Celsius. Era do të fryej lehtë nga drejtimi verior me shpejtësi 2 deri në 5 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë i lartë rreth 8. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 5:27 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 19:55 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovic, 19 deri në 36 gradë Celsius. Podujev, 18 deri në 36 gradë. Skënderaj, 19 deri në 36 gradë Celsius. Pej, 19 deri në 35 gradë. Prishtinë, 19 deri në 37 gradë Celsius. Gjakov, 20 deri në 38 gradë Celsius. Malishev, 20 deri në 38 gradë. Gjilan, 19 deri në 37 gradë Celsius. Therizaj, 19 deri në 37 gradë. Kaçanik, 18 deri në 35 gradë Celsius. Suharek, 20 deri në 38 gradë. Prizren, 20 deri në 38 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues, kjo ishte gjithçka që kishim përgatitur në këtë edicion informativ. Së bashku do të rishihemi në edicionet e ardhshme. Deri atëherë, miru takofshim.